që ja ku e ka spaku, nuk e shef spaku. Edhe e dyta shkatroi dhe 21 janarin dhe nuk e pyesin. Pyetava, çka ka me 21 janar? Si është ble, a ka lidhje blerë e shtëpisë me 21 janarin apo jo? Se duhet pa. Sepse në rezulton e ka ble pallatin që në fillim dhe ka bo sigur e ka ble mrapa. Kupton? E ka ble fillimisht ka ble tokën. Ka marrë gjithë katin. Po, katin. Dhe ka bërë sigur një apartament e ka ble mrapa, ndërkohë e ka marrë gjithë që në fillim. Ky person që ja ka ble çlidhe ka, kush është ky? Ka qenë herë në apartament. Dersi tjetër thua dersi dytë. I dyti po. Prandaj gjithë to sepse është një shprehje e Biblës, mos shiko halën syrin e tjetrit, por shiko trahun syrin tënd. Pra duhet i shohë spaku të, po spaku s'ka kohë. A u morën me Erion Velin, merën me këtë dhe ke pa fund. Pa fund dhe neve i kemi ngritur të pretendime që janë fakte. Janë ortak gjithë më vinë, kush ta shohin? Këto janë fakte, por... Këto janë klientë, ortak me njërin tjetrin, kush ta shohin? Ta nuk shohin njërin tjetrin, këto shohin... Tani nuk e shohin... Kush i prish punë këtyne? Kush i prish punë, po të shi qatë themi, neve fjallën e lirë kemi ide andër. Jemi gati të përballemi se janë të vërteta, janë fakte këto. Këto që them unë janë fakte. Që janë fakte se janë aty. Ti, për shembull, për 21 janarin që po diskutojmë, ka thonë gjykata e lartë hetohen gjyqtar të zyrtarët e lartë. Ku jeti? Ti e kishe në dorë, hikem një në dorë. Për çështjen Durrës Kukës, u nxori jashtë afatit. Si u nxori jashtë afatit kjo çështje? Si e nxorët? Atëherë duhet ashtu. Dhe për çudi, personi që nxori jashtë afatit promovohet. Vjen këtu. Mos harroni ju vënë në djeni edhe për thënjet e... Kush është personi që? Po ku dëgjon? Që ishte jashtë afatit? Ti thua për politikan apo jo? Çështja Durrës Kukës. Kemi parasysh Ina Rama e nxori jashtë afatit dhe u pushu çështja. Po. 21 janarin nuk e hetoj se duhet të marrë. Jo te Durrës Kukës, tani te Durrës Kukës ishte Lulzim Basha. Jo, Luli, e di unë Luli. Po, ishte ministri që ju pushu çështja. Edhe te 21 janari Lul Basha, ministri që e solli këtu e promovoi. Kush ishte që e promovoi? Tani këtu janë votat e opozitës. Formalisht opozitë, sepse mos harrojmë Sali Berisha tha lavire bulevardi. Po. Pra ky tha lavire bulevardi këtij njeriu. Edhe tash çuditërisht PD-ja e voto. Pra kanë qenë, tash çfarë them unë tash? Kanë qenë bashkë gjithë. Pra ky boni në duke pusho çështjen Durrës Kukës. Pusho 21 janarin, bojën këtu te veni. Shtëpia aty, makina, tash hiq dhe gjithë gjyqtarët e prokurorët dhe e mirë bashkë me Kolçomën janë aty bashkë. Ky me Sorosin, ky këto dhe janë rregull. Pa kështu do e bëjmë vendin tonë. Gjë një anë e një këne. Prandaj po u ishte miell. Problemi të janë, neve gojen s'na myllin dot. Ti dhe unë jena çuna Tiranë, Tiranës s'na e morin dot. Mund na morin punën, po Tiranës s'na e morin dot. Maksimum do na marrin një apartament shtrenjtë, po s'na duan, ato le të fikzojnë. Ne s'kam sa duan. Po ja lan drejtësia po. Neve ti anë dalim Tiranë pa lek, se na jep shoqënia si këngë Flor Mumajezit, kupton? S'kemi lek, na jepi kafe shoqënia këto që vinë kështu s'dalin dot pa lek në Tiranë. Ne çuna Tiranë vëlla, por të themi fjalën nuk na e morin dash. Unë jam rrit te Brylit, çuni Brylit, rruga Bardhyla ne dhe me thon fjalën tonë e themi vajtëm. Edhe ti çun Tiranën kemi nga zona këtu, por nuk ka lidhje s'është puna se ashtu, por duhet kemi parasysh që neve duhet të themi fjalën e lirë, aty ku si mund të riparohen dëmet e vetimut? Dëmet e vetimut është shumë e thjeshtë. Personat që janë heq kot, duhet i kthesh. Ti thosh më falë vëlla, jepi edhe një shpërblim me futit. Po kush e bën këtë punë? Duhet mbledh komisioni i ligjeve. Duhet pranojnë gabimin, se këtu s'pranohet gabimi. Këtu thënë jemi mirë thënë ata. Bravo, dhe këtu që jemi mirë. Vetimu ka dështu totalisht, ka shkatru sistemin e drejtësisë. Sot ne nuk kemi drejtësi. Nuk kemi drejtësi sot, Andre. Pse nuk kemi drejtësi? Nuk kemi drejtësi se s'ka afat. Ti nuk i drejtohesh dot gjykatës, nuk realizon dot drejtën tënde nëpërmjet gjykatës. Vetë kryeministri kishte gjyq zgjati 7 vjet shkallë parë. Po fukaret. Njerëzit që duan me marrë një pension, s'kemër, s'ka. Shkallë parë, 10 apeli? 20 vjet më shkallë. Po, shkallë parë, apel, gjykat lart, urdhë ekzekutimi, dalin gjithë ato. Pra ti ke shkatruar sistemin e drejtësisë. Se drejtësia nuk është fusim burg korruptumit, se çat korruptum janë fut burg. Është fut Ilir Meta, Erion Velia dhe Ilir Begja. Ta harxojmë me miliarda dollar që të fusim burg këto, po ishin fut vetë ato, na më jepi lek ndor ishin fut. Po ç'është? Kjo është drejtësia. Ti shkatrosh sistemin e drejtësisë. Lesh shqiptarët pa drejtësi. Po ti kishin bë ofertë thuj që mos t'i japim këtyre të vetimit, na japim mirë lekët e kishin bë burgun ato. Tani këto kanë fut këto ignorant, këto persona që s'marrin vesh, që s'njohin ligjin, sepse unë e marr vesh një person nga CV-ja që ke. Tash ti je këtu,
Edhe këtë nuk e ngre kush zonin. Dhe thotë, se ka i noti. Qa i noti ka mëne? Ne në punë tonë, atë tonë, shohim punën tonë, por kjo gjithë shkon. Neve duhet themi fjalën tonë, aty ku shko, kur është goshta shtremet. Kur është goshta shtremet. Dhe ç'a mund të presësh nga një person ngelsë në klasë, ose nga tjetër që s'din. S'din më ato s'din, edhe sot nuk e njohin. Ta hapësh, ti morësh në pyetje kodin penal, nuk e njohin. Ose duan me çuar në gjykat lart, gjithë ndërkohë që kanë bërë masakra në sistemin e drejtësisë. Kanë hequr profesionistët, ato konservatorë, ato domethënë më saktë ato persona që duan familjen, duan marrëdhënien burr-gru, sepse këto, ju e dini, reforma drejtësie kanë qenë nën frymëzimin e George Sorosit. Personi direkt që ka marrë janë 6 antar të vettingut, por ato që kanë pa nga lista që dolën e fundit në një portal, ishte Sokol Çomo që merrte që normal të marrësh rrogë nga i fondacion, të kesh parasysh çfarë do përcjellësh. Jo shkova kote, si jam unë kryesor, po normala kem orientime, çfarë orientimesh ne i dim ato. Tash s'është po i shohim dhe kote fundit se çfarë orientimesh po bëhen. Por ngritja e fjalës tij është fjalë e lirë këtë javë. Kjo është pak a shumë. Ne vetë themi tonë, sepse nuk kemi për të ndalu. Nuk mund të themi ti që shikon ndodhi kjo. Neve duhet ku ka ndodhi dhe ku ka vend për përmirësim. Sepse mos harro dhe viktimet e 21 janarit janë botën tjetër. Kemi detyrimin të marrim vesh se çka ka ndodhur. Kupton? Kemi detyrim se të jemi të përkohshëm këtë botë. Jo ka, po 5 u vetvra dhe djali aty të shkretit. Hikën gjithë njerëzit, dhe është rreziku dhe vetë jetë e kryeministit e drama. Vetë jetë e drama, kjo është katroj dosën, shku në vuna aty atë, si e vuna atë. Edhe vetë e dish, që u gjujtë drejt aty, nuk u gjujtë në ajër, ape, ikshin, apo së është dhe i gjate, shqyqy që shpëtoj. Po e thaj, pishala afroni, ishte i qartë. Po pra ishte i qartë. Edhe zotëria, se e tha me zë me figurë. Po pra të shi, ti ashtu dhe ti si e promovo këtë, se këtu që këtu. 5 snajpera. Po pra ti promovo personin cili ka shkatru dhe aq më tepër dalin këto. Se këto janë problematike që i ngrej dhe janë të provume. Se kanë nuk, domethënë, zbohet fjalë për gjutuj, pa dhe se ndoshta edhe nuk e di gjuhën e ujit, se ne s'po kërkojnë të jenë doktor shkencash që din 4-5 gjuhë, por ti edhe të paktën nga ana formale ti je një jurist i shjuar, të kesh njohje, neve s'mund të marrim njerëz kot, ve nga rruga dhe i bi bingo, kupton? Sa i bi bingo, ve ignorant. Qoftë edhe sistemi i drejtësisë në çdo sektor tjetër. Çdo kush duhet ta meritoj. Janë qëllimshme, se vendosja e ignorantit, të paftit, vendosja e një personi me probleme ose mecene, qoftë në profesionalizëm, po qoftë edhe në background, që siç më thej për Ina Rama që pas ka qenë kështu pjesë e shërbimit, i bën këta vulnerabël që të jenë të kapur. Për ata që duan që ta kapin drejtësinë ose kanë domosdoshmëri kapin e drejtësisë. Kështu që nuk është e qëllimshme. Pas ka qenë projekt vendosje e dallkaukëve dhe bëjmë çfarë duam ne dhe po pra kjo është si duam ne. Sepse duhet vënë njerëz me integritet në çdo vend. Do integritet moral, profesional. Tash ti ke këtë, ke bokë, ke edhe këtë. Tash si mund të heqësh Anton Martinin, ti ke 1.200.000 euro në shtëpi. E kjetë si mund të heqësh garazh poshta ne, gjithë lekët vinë nga banka, kjo apo mu, që si erdhën këto lekë, pa. Qika këto? Po të shi, edhe të tregon, shiko, ke bo gabim që ke morë krediti. Po ky kupton se qa ignorancë. Pra ky person, i cili po rregullon veten e vet, pa i ram qaf shtetit, se ka detyrime shtetit e ky njëri, e lem rrugë, pa mbrojtje, pa gjo. Ajo është pa skandaloze që e kalon pa mbrojtje. Po kjo pra është tash. Se shtëpinë e ble vetë ai. Shtëpinë e ble, pse bleve shtëpi vetë? Pse e bone këtë? Ose e majte disa lufta që ka bëjt pak në sistemin e drejtësisë, ta lesh pa mbrojtje, ta hedhësh në rrugë. Kjo është pra